Pensionet që nuk mjaftojnë 27% e popullsisë në moshë, pensioni po afrohet me varfëri ekstreme. Një pjesë e madhe e qytetarëve në moshë pensioni, sa 27% e kësaj popullsie po shtyhet pashmangje drejt pragut të varfërisë ekstreme, ndërsa mbetet jashtë përfitimeve që sjell rritja ekonomike. Shifrat më të fundit zyrtare tregojnë se pensioni mesatar për ata që dolën në pension në vitin 2025 ishte 160.000 lekë me një ulje vjetore prej 3%, ndërkohë 55% e pensionistëve në vend marrin pension të pjesshëm që mesatarisht nuk e kalon 13.500 lekë në muaj. Kjo situatë bie ndesh me faktin se Shqipëria është klasifikuar si vend me të ardhura mesatare të larta, ndërsa sipas Bankës Botërore kufiri i varfërisë kërkon të paktën $249 në muaj. Skema publike e pensioneve po përkeqësohet nga prishja e raportit mes kontribuzëve dhe përfituesve, teksa bara e mbijetesës së të moshuarve po zhvendoset tek fëmijët e tyre dhe familjet e tyre, duke krijuar një efekt zinxhir. Sondazhet tregojnë se mbi 87% e të moshuarve nuk i mbulojnë dot nevojat me pensionin që marrin. Pas rrimëkëmbjes ekonomike të Shqipërisë pas pandemisë, kontrasti më i madh në sy që bie në sy është ai mes rritjes ekonomisë dhe varfërimit të moshës së tretë. Edhe pse nga viti 2021 deri në vitin 2025 ekonomia e vendit u zgjerua me mbi 24%, kjo rritje nuk u reflektua në asnjë moment në të ardhurat e pensionistëve dhe të personave në mbrojtje sociale. Përkundrazi, të ardhurat reale të tyre janë ulur. Çmimet më të larta të jetesës dhe inflacioni i lartë kanë zhvlerësuar plotësisht fuqinë blerëse, duke çuar 27% të popullsisë në moshë pensioni drejt kufirit të varfërisë ekstreme. Të dhënat zyrtare të fundit e tregojnë qartë thellësinë e kësaj krize sociale. Pensioni mesatar për brezin e ri të pensionistëve vitin kaluar zbriti në vetëm 16.000 lekë ose 3% më pak se për ata që dolën në pension në vitin 2024. Të ardhurat e kësaj kategorie jo vetëm që nuk po e përballojnë më rritjen e çmimeve, por po bien edhe në vlerë neto. Në vitin e kaluar, rreth 55% e 641.085 pensionistëve në vend ishin me pension të pjesshëm, ndërsa shuma mesatare e kësaj page ishte vetëm 13.500 lekë. Kjo tablo nuk përputhet me standardin ndërkombëtar të vendit. Shqipëria, renditur si vend me të ardhura mesatare të larta, ka një kufi varfërie të përcaktuar nga Banka Botërore prej $8.3 shpenzime ditore për frym, çka do të thotë se minimumi jetik i llogaritur për vendin duhet jetë të paktën $249 në muaj. Rënjët e kësaj gjendje shkojnë deri në vitin 2014, kur u ndërmor reforma e fundit e pensioneve. Përmes kushteve për vitet e punës, ajo e bëri të vështirë sigurimin e një pensionit plot, ndërsa edhe sot qeveria po vonohet në korrigjimin e këtyre mangësive. Ndryshimet e shpeshta dhe të pandërprera në strukturën e ministrive e lanë në hije një reformë të re të nisur posaçërisht për pensionet, ndërsa numri i kësaj shtrese po rritet me ritme alarmante. Vetëm gjatë muajit të kaluar, 30.000 pensionistë të rinj u shtuan skemës së sigurimeve shoqërore, shifër thuajse 2 herë më lartë se mesatarja e 10 vjeçarit të fundit. Ky shtim e ka çuar numrin e pensionistëve të pleqërisë në mbi 641.000, që përbën 27% të gjithë popullsisë së vendit. Por ndërsa suksesi i një qeverisje matet me mirëqenien që ajo arrin të krijojë, për shtresat më të dobta në Shqipëri po ndodhe kundërta. Pasi çdo vit pensionet e reja të pleqërisë po rezultojnë më të ulta. Pensionistët shqiptar jo vetëm që kanë mbetur jashtë përfitimeve të rritjes ekonomike, por po përballen edhe me faturën e kostove më të larta që erdhën si pasojë e rritjes pagave dhe të ardhurave të tjera të përfituara nga pjesa tjetër e shoqërisë, qoftë në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme. Numri i pensionistëve po rritet me ritme të shpejta, më shpejt se ai kontribuesve. Skema shqiptare e pensioneve po përballet me një rritje më të shpejtë përfituesve se sa të kontribuesve. Të dhënat e fundit tregojnë qartë se trendi historik është kthyer. Numri i pensionistëve të pleqërisë është rritur ndjeshëm, duke arritur në 641.085 përfitues në vitin 2025 nga rreth 557.000 që ishin në vitin 2021.
Në 5 vitet e fundit, sistemi ka shtuar mbi 84.000 pensionistë, ndërsa vetëm gjatë vitit kaluar numri i atyre që dolën në pension arriti në 33 presje 518, gati 2 herë më shumë se një vit më parë. Ky zgjerim nuk do të ishte problem nëse skema publike do të kishte një rritje në të njëjtin ritëm dhe të kontribuesve. Modeli shqiptar funksionon mbi solidaritetin ndërbrezor, ku kontributet e drejt për drejta të forcës aktuale të punës financojnë në kohë reale pensionet e brezit të tretë. Ky mekanizëm mbetet i qëndrueshëm vetëm kur raporti mes atyre që paguajnë dhe atyre që përfitojnë është i favorshëm, por pikërisht ky raport po përkeqësohet çdo vit. Ndërsa pensionistët u shtuan me 84.000 nga 2021 deri në 2025, kontribuesit u rritën me 80.000. Madje në 2025 situata u bë dhe më e pafavorshme, pasi numri i pensionistëve të rinj që hynë në skem ishte 23% më i lartë se ai kontribuesve të rinj. Këto zhvillime lidhen më shumë me pritje demografike sesa me informalitetin në tregun e punës, pasi plakja e popullsisë po përshpejtohet ndjeshëm nga largimi i të rinjve. Pas pandemisë gjatë periudhës 2021-2025, Instat raporton se mbi 166.400 shqiptar kanë emigruar më shumë se sa janë kthyer, dhe pjesa më e madhe të tyre janë të rinj. Kjo shtesë produktive i derdh kontributet në sistemet gjermane, italiane apo angleze. Në vend të mbeten prindrit dhe gjyshrit, të cilët pasi dalin në pension detyrohen të mbështeten mbi një bazë gjithmonë dhe më të vogël dhe të pafuqishme kontribuesi zhvendas, duke rritur deficitin e skemës dhe duke marrë pensione minimale. Një tjetër faktor që rëndon situatën është edhe zgjedhja e periudhës përfitimit pensionit, pasi vitet mesatare pas daljes në pension kanë arritur në 23 vjet nga 22.4 vite që ishin në vitin 2021. Rritja e gjatësisë po e shton vit pas viti kohën e përfitimit dhe rrjedhimisht edhe shpenzimet. Me rritjen e numrit të pensionistëve po shtohet edhe presioni social. Vitet e fundit qeveria miratoi një bonus mujor si shtesë mbi pensionin, por ai është më pak se 900.000 lekë në muaj. Për shkak të problemeve që shoqërojnë politikën e pensioneve, ajo shpesh mbetet peng i cikleve elektorale dhe interesave të momentit, duke i shtyr pafund reformat e thella strukturore dhe duke krijuar kosto për të gjitha palët. Në vitin 2021 për çdo pensionist pleqërie kishte 1.42 kontribues aktiv në sistem. Në vitin 2025, ky raport ka rënë me 1.36, edhe pse diferenca prej 0.06 pikësh duket e vogël, prirja është e vazhdueshme. Nëse nuk ndërhyet skema, po shkon drejt një pike ku baza e kontributeve nuk do të jetë e mjaftueshme për të mbuluar detyrimet. Përveç numrit ulët të kontribuesve, Shqipëria përballet informalitetin e lartë të pagave. Sipas të dhënave zyrtare, 27% të punësuarve në 3 mujorin e parë të vitit paguanin kontribute mbi pagën minimale, nëse një kontribues deklaron kontribute mbi një pagë 50.000 lekë, por në realitet fiton 90.000 lekë. Sistemi merr vetëm 40% të kontributit që do të duhej të siguronte 354.000 persona pension mesatar 13.500 lekë në muaj. Gjatë vitit 2025, pensionet e pjesshme përbënin 52.2% të gjitha pensioneve të pleqërisë, duke u rritur me 3 pikë përqindje brenda një viti nga 52.1% në vitin 2024. Kjo kategori është zgjeruar ndjeshëm duke arritur 353.983 përfitues në vitin 2025 dhe nga 316.781 një vit më parë, ose me një rritje prej 11.7%. Në të kundërt, numri i atyre që marrin pension të plot ka rënë, duke zbritur 287.279 përfitues në vitin 2024 në 283.677 në vitin 2005, ose me minus 1.3%. Vitet e fundit po shtohet numri i qytetarëve që nuk arrin të plotësojnë vitet e plota të punës dhe përfundojnë me pension të pjesshëm. Të dhënat zyrtare të ISSH tregojnë se pagesa mesatare në këtë kategori ishte vetëm 13.500 lekë në vitin 2025. Viti kaluar shënoi një bum të vërtet pensioneve të reja urbane me rreth 54.676 përfitues të rinj.
Prej tyre, vetëm 7.723 persona përfituan pension me vite të plota pune, ndërsa 42.594 persona morën pension të pjesshëm. Kjo do të thotë se afro 85% të pensionistëve të rinj urban në vitin 2025 dolën në pension pa përmbushur vjetërsinë e plot në punë dhe rrjedhimisht me pensione të vogla. Në zonat rurale, tabloja është e njëjtë. Gjatë vitit 2025 nga 333 pensione të reja pleqërie në zonat rurale, 208 ishin të pjesshme, ndërsa vetëm 125 me vitet plota. Shuma e pensionit përcaktohet në raport me vitet e kontributeve të derdhura për kundrejt periudhës kërkuar nga ligji, e cila po rritet gradualisht përtej 38 viteve. Shumica e këtyre pensionistëve marrin vetëm një pjesë të pensionit bazë, shpesh shumë afër nivelit të pensionit social. Këto pagesa nuk mjaftojnë për të mbushur kostot minimale të jetesës, sidomos në një realitet ku çmimet e ushqimeve dhe shërbimeve mjekësore po rriten, ndërsa pagat e tjera po ecin më shpejt. Për të mbijetuar, shumë të moshuar me pension të pjesshëm detyrohen të punojnë edhe pas moshës së pensionit, shpesh në informalitet. Përkeqësohet shkalla e zëvendësimit. Shkalla e zëvendësimit tregon sa përqind të pagës së mëparshme merr një person si pension pasi del nga puna. Nëse dikush merr një pension sa 1/3 e pagës së tij, atëherë kjo shkallë është 30%. Ky tregues mat në mënyrë të drejtë për drejtë sa mirë shteti arrin të ruajë nivelin e jetesës së qytetarit pasi ai largohet nga tregu i punës dhe hyn në moshën e tretë. Sipas standardeve të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, ILO, kjo përqindje duhet të jetë të paktën 40% për të garantuar një jetë minimale dhe dinjitoze, ndërsa Bashkimi Evropian kërkon edhe më shumë, duke synuar që sistemet e konsoliduara të garantojnë nga 50% deri në 60% të pagës mesatare. Sot Shqipëria ndodhet 10 pikë përqindje poshtë pragut minimal të ILO-s, dhe në vend që të përmirësohet kjo distancë po thellohet nga viti në vit. Pensioni mesatar vitin e kaluar ishte sa 30% e pagës mesatare, duke u përkeqësuar ndjeshëm nga niveli 38% në vitin 2021. Kjo rënje ndodhi pasi pagat në sektorin publik dhe privat u rritën më shpejt se pensionet, duke dobësuar ndjeshëm fuqinë blerëse të të moshuarve. Paga mesatare në shkallë vendi u rrit me 47% nga viti 2021 deri në vitin 2025, ndërsa pensioni mesatar vetëm me 16%, duke reflektuar praktikisht vetëm indeksim nga inflacioni. Zgjerimi i ndekut mes pagave dhe pensione vjen në një kohë kur qerati, ilaçet, ushqimet bazë dhe shpenzimet shëndetësore janë rritur ndjeshëm. Me pagesat aktuale, pensionistëve po mungojnë edhe nevojat më të domosdoshme për mbijetesë, por efekti i pensioneve të ulta nuk kufizohet vetëm te kjo stres. Ai gjithmonë përhapet në gjithë ekonominë. Pasoja parë është kurja e konsumit. Me që pensionistët i shpenzon thuajse të gjitha të ardhurat për produkte bazë si ushqimi, shëndetësia dhe energjia, rënja e tyre financiare ndikon drejt për drejt te konsumi dhe tregtia me pakicë. Studimet ndërkombëtare tregojnë se të moshuarit me të ardhurat ulta heqin dorë nga shpenzimet për shëndetin, sepse nuk kanë mundësi t'i përballojnë. Këto zgjedhje sjellin diagnoza të vonuara dhe trajtime të pamjaftueshme, të cilat më pas rëndojnë mbi spitalet publike si urgjenca të shtrenjta. Një brez që detyrohet të kaloj muajin me vetëm 30% të pagës mesatare, humbet plotësisht aftësinë për të marrë pjesë në jetën e komunitetit. Mos arritja për të përballuar vizitat familjare, aktivitetet kulturore, apo edhe gjëra elementare si ushqimi me mish ose ngroja e shtëpisë gjatë dimrit krijon izolim të thellë ekonomik për këtë shtresë.